do ndryshoj Partisë Demokratike kryetari, po do ta ndryshoj qasjen dhe mendimin për Partinë Demokratike, të mund të vidi kush tjetër dhe të sjellë diçka ndryshe, por nuk mundet kurrësesi të pranoj që autorët e vërtet të një krimi dhe të një masakre të padrejt në sistemin e demokracisë të një vendit bën edhe viktimën dhe autorin të njëjtën kohë. Ju kujtohet ju zoti Rama në 2008-ën, 2009 hap kutit, 2011 hap kutit. Dhe tani çfarë ndodh? Në 2021-shin, në 2025-ën, zoti Berisha dhe zoti Basha në të kohë hap kutit se na vodhe, na manipulove. Ndërkohë, edhe zoti Berisha, edhe zoti Basha votuesit kryesor të ligjit të 2008-ës. Edhe zoti Rama, votuesi kryesor i ligjit të 2008-ës me pasojat e 2009-ës në pasojat e 2011-ës. Dhe tani më thoni mua për rinormim. Këto janë thjesht sa për të bërë ne komente, por nuk sjellin asgjë më shumë përveç se do të sjellin një kaos që duhet na transmetojnë neve sikur për ata po bëjnë gjëmën më të madhe ose po bëjnë gjën më të bukur, po e vërteta asgjë nuk bëjnë sepse karriket e tyre i kanë të siguruara. Avokat, shkojmë tek drejtësia. Tani te gara për BKH rikthyer në lojë edhe ish drejtori i policisë Gledis Nano, duke u futur në garë pra për FBI-n shqiptare për të marrë drejtimin e saj. I shkarkuar nga kryeministri, nuk qëndroi më shumë se një vit në detyrë, tashmë kandidon për një tjetër post, ndoshta më i rëndësishëm se ai drejtuesi të policisë. Mendoni që ka realisht shanse, ka pavarësi për ta zgjedhur këtë drejtues institucioni apo do të kemi influenca edhe nga jashtë? Unë nuk e besoj institucionin e Birojës Kombëtare të Hetimit, sepse është biroja kombëtare e partisë. Për mua nuk ka rëndësi figura, emri i personit që aplikon ose zgjidhet, për shkak se unë e di shumë mirë që ai që do të zgjidhet normalisht nuk do të ushtrojë detyrën ashtu siç duhet dhe duhet që të nënshtrohet kushtetutës. Sigurisht personi do të jetë në presion dhe presioni do të jetë brenda llojit dhe normalisht indikuar politikisht, sepse duhet kemi parasysh në Shqipëri jetojnë. Nuk është ajo që janë të huajt dhe ne po bëjmë çfarë thojnë ata. Ky është një mashtrim që të binden qytetarët shqiptar, të dalin disa analistë të cilët kanë qenë të ushqyer në klasa politike aktuale dhe nga krau i djathtë dhe tani dalin kundër Partisë Demokratike pra Sali Berishës, që flasin për një SPAK i fortë, i pavarur, një BKE e pavarur, ndikuar nga amerikanët. Këto janë mashtrime që populli shqiptar të shikojë një situatë ndryshe, pra thotë që aman ata që na kanë qeverisur 30 vjet të paktën nuk i ndëshkojnë me votë, por paktën t'i arrestojnë. Ky është tmerri në rast se duam të jetojmë një demokraci. Arrestimi nuk sjell asgjë. Pra vendosja një individi i cili do të arrestojë dikë për arsye politike që ai të ikë të paktën nga politika nëpërmjet arrestimit, kjo nuk na sjell asgjë në demokracinë shqiptare, sepse ai i cili arrestohet dhe ikën nga politika, ai vjen mofit i mprur sepse arrestimi i tij do të jetë politik. Prandaj qëndrimi im për aplikantët dhe aplikimet dhe procedurën e përzgjedhjes e them qartazi, pa përkrajen e kryeministrit, këshillit politik dhe vetë mënyrë se nuk po e lejoni që ta ndërpresë derisa ju thoni pa përkrajen e kryeministit nuk bëhet, ai që shkarkoi ndoshta nuk mund ta emëroj, kështu që besoj ai nuk do zgjidhet. Mund ta emëroj dhe ta djegi. Në Shqipëri jemi, zoti Rama ka djeg shumë veta. Pra ata do të i ka përdorur, i ka emëruar, në fund fare i ka palosur dhe i ka postuar. Çfarë po më thoni mua ju? Ju keni ministra të cilët kanë pret shirita me zotin Rama, të gjithë i keni në burg dhe zoti Rama nuk është në vendin e burgut, sepse ata janë përdorur politikisht nga zoti Rama. Pra, nuk e kuptoj çfarë do të thotë kjo. Ju mendoni se zoti Rama mund të pranojë një gjë të tillë pa e djegur tjetrin? Zoti Rama me ata që ka punuar i djeg.
Dhe ai patjetër pse jo, po t'isha unë edhe në studimin çfarë unë kam studiuar për zotin Rama, unë jam i bindur që në një moment zoti Rama mund ta përzgjedhë dhe ta djegë. Pra mendoni që nuk përjashtohet mundësia që zoti Nano të rikthehet të vëllë. Por të gjash sa kanë aplikuar, pse mos të jenë? Të jenë deri në momentin kur do të përfundoj detyrën sipas interesit të zotit Rama. Nuk e kuptoj këtë gjë dhe përsëri më lejoni t'ju them për Plepa 2 dhe unë e them dhe janë faktuar. 83 mandate zoti Rama i mori me ndihmën e SPAK-ut. Dhe ju më thoni për një BKH që është antare e Partisë Socialiste. Vetëm tabela mungon zotëri. Të vendosim aty dhe të themi këta janë të autorizuar që të jenë pjesë ose më mirë në patronazh të Partisë Socialiste. Ishini nga ideja juaj që janë amerikanët të mes. Amerikanët nga klasa politike shqiptare përdorën që të joshin shqiptarët, që thënë shqiptarët, ua, sa i bukur ky, ua, ky është i Amerikanit. Po qa Amerikani, se t'ishte Amerikani, nuk merrte Edi Rama 83 mandate me të gjithë të burgosurit brenda që janë futur në burg. Po t'ishte Amerikan në mes. Nuk merrte kur Rama 83 mandate. Prandaj ky është një mashtrim, kështu e quaj unë. Unë e quaj mashtrim. Ku dëgjoni tabel të huaj, dihet që është mashtrim. Nuk dalin shifrat, nuk dalin rezultatet. Nuk e imagjinoj do të një Gjerman të mbështesi një institucion ndërkombëtar dhe të thotë që kjo është investimi im edhe pastaj të vinë një rezultat spektakolar kundër investimit që ai ka bërë. Është e pa imagjinueshme kjo gjë. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Prandaj them unë, si do jenë zoti Nano, si do jenë të tjerë aplikantë, të gjithë do të jenë në shërbim të partisë. Keni parasysh, nuk jemi vend europian ose vend i cili ka një demokraci me standarde dhe me disiplinë. Demokracia në Shqipëri vjen nga Afrika dhe udhëheqet nga Afrika. Nuk udhëheqet nga merita. Pra, edhe zoti Nano të ketë meritokraci në procedurën e tij, ai do t'i nënshtrohet frikës që i kanoset brenda institucionit. Pra, institucionet në Shqipëri punojnë nëpërmjet frikës dhe jo ligjit. Dhe jo ajo që bëhet në shtetet e huaja nëpërmjet disiplinës. Jo, disiplina është gjë tjetër, frika është gjë tjetër. Ndoshta ka ardhur momenti për pas një rokat, avokat. BKH ta drejtoj një burrë dhe SPAK-u një grua.